Turizmi në Shkodër po njeh një rritje të ndjeshme edhe përpara nisjes zyrtare të sezonit. Një grup studentësh nga Belgjika plot energji dhe kureshtje zgjodhen pikërisht Shirokën për të eksploruar natyrën. Ata thanë se janë të manitur nga peizazhi mrekullueshëm që bashkon malin me liçenin, teksa dëshironin të shijonin eksperjencat e veçanta përmes sporteve ujore, si kanotazhi në liçenin e Shkodrës. Belgium. Mendoj se është një qytet shumë i bukur. Shtëpitë janë shumë moderne. Desha të vi këtu sepse doja të shija liçenin dhe, nëse jam aq i guximshëm, të notoja në të. Është një liçen shumë i bukur dhe unë dua shumë të shoh vendet që kanë liçenin dhe malin së bashku. Është shumë këndshëm. Belgium. Zgjodhëm Shkodrën sepse është një qytet shumë i bukur dhe këtu ka shumë male. Megjithatë, uji në liçen duket shumë i ftohtë. Erdhëm sepse jemi student, kemi pushimet dhe këtu është shumë mirë. Gift for me. Kjo bluzë është një dhuratë për mua dhe më pëlqen. Përshtypja ime e parë, siç themi ne në frëngjisht, është një peizazh i bukur. Është një vend shumë i mirë. Njerëzit janë të mirë të buzëqeshur. Bashkëtesa fetare mes muslimanëve, katolikëve dhe ortodoksëve është diçka shumë e mirë. Unë nuk e zgjodha Shqipërinë, e zgjodhi mësuesja, por personalisht po më pëlqen shumë. Mësuesja ime propozoi Shqipërinë dhe unë i thash, po. We choose Albanian because there are many. Ne zgjodhëm Shqipërinë sepse është një mundësi për të bërë udhëtime aventureske. Këtu mund të shohim shumë male, ndryshe nga Belgjika që është një vend i sheshtë. Prandaj zgjodhëm Shqipërinë sepse është e thjeshtë për të bërë udhëtime të shkurtra dhe nuk është shumë e shtrenjtë për ne. Në Shkodër kemi mbërritur pardje. Dje ishim në Alpe, në Theth dhe bëm hiking. Studentëve u pëlqen shumë sepse është shumë ndryshe nga vendi ynë. Shkodra po e dëshmon gjithnjë me shumë potencialin e saj turistik, edhe pse ende në fillim të pranverës, prania vazhdueshme e turistëve është një sinjal i qartë. Shkodra po shndërrohet në një destinacion të dashur ndërkombëtar, ku natyra, kultura dhe mikpritja ndërthuren në mënyrë unike.